Të dashur shqiptar, sot do të mësojmë që të gjitha toponimet në Iliri janë vendosur në shekullin e 4, para rëson, dhe janë vendosur nga ushtria Maqedone që e pushton Ilirin. Pra nuk janë as toponime ilire dhe as greke, i kanë vendosur generalet Maqedon. Kjo është shumë e rëndësishme. Edhe emrin Dyrachion e kanë vendosur Maqedonët, përpara se ta pushtonin Persin, Maqedonët kanë pushtuar që të gjithë Ilirin. Kjo nuk është regjistruar në një libër historik. Po do të tregoj unë se si e kam zbuluar. Hap pas hapi. Pra, emri Durrësit ka qenë Epidamnos. Dhe fjalë për fjalë do thot pranë kalit të Trojës. Damnos do thot mallkim, damnato në gjuhën latine. Damnos është kali i mallkuar, kali i Trojës. Epidamnos pranë kalit të mallkuar. Maqedonët nuk e dinin që hylliroi së shtrembrit në greqisht ishte një popullsi indigjene e cila u dashurua me Iliadën dhe Odisean. Pra në Iliad, kali i Trojës quheshte kali prej druri nga Homeri. Ndërsa nga pellazgët Tyrenias, sipas Hezikiusit të Aleksandris, është quajtur Epidamnos. Është një lloj si fjala shqipe demi, ai që të dëmton. Pra ai që të dëmton është Damnos. Është dhe kali i mallkuar në gjuhën tyrenase pellazge, është e sigurt. Pellazgët flisin një dialekt shumë të ngjashëm me gjuhën greke. Të njëjtat mbaresa të emrave mashkullor që ka gjuha greke lashtë, ka dhe gjuha pellazge. Ky është problemi. Por në greqisht Damnos nuk ekziston. Ato thonë pellazgët e përdorin për kuptimin i mallkuar, kali i mallkuar. Maqedonët nuk e kuptonin çdo me thënë kali i mallkuar, ata kuptonin vetëm që është diçka e keqe, nuk e dinin që ishte kali i Trojës dhe e marrin fjalën e keqe, që në gjuhën greke të lashtë ishte dys ose dy në formë të shkurtuar dhe nuk lidhet me fjalën dy të shqipes. Jo. Dhe e bëjnë shkëmbi mallkuar në formë kali. E kishte si kokën e kalit ai, shkëmbi i Durrësit. Pra fjalë për fjalë, Dysrachion, që u shkurtuar në Dyrachion, është përkthimi i fjalës më të lashtë Epidamnos, po që ishte i vendasve. Hylliroi me sy të shtrembta. Pra, në këtë periudhë historike, të gjitha gjuhët e gadishullit hillirik mbanin mbaresat e trashëguara indoeuropiane. Pra këto mbaresa janë një lloj në gjuhën prygase, është e vërtetuar tashmë sepse ajo është gjetur në Azinë e vogël, e shkruar, dhe vendi ynë quheshte Prygja ose Bregu në shqip. Fjalë për fjalë. Të njëjtat mbaresa i ka gjuha maqedone, fjalët e së cilës unë i kam gjetur në fjalorin e Hezikiusit në Aleksandri, atje ku ngrit pikërisht libraria më e madhe e botës, biblioteke e madhe e botës, ku sollën librat e tyre 8.000 shkrimtar nga gjithë mesdheu dhe shkruanin që të gjithë në greqisht. Ishte gjuhë ndërkombëtare siç është anglishtja sot. Pra ti nëse shkruan në greqisht, kjo s'të bën ty grek. Duhet të shkruaj në greqisht, sepse ishte gjuha e perandorisë maqedone. E vendosur nga Aleksandri i Madh që ishte i dashuruar me kulturën helene. Pra, edhe maqedonët kanë të njëjtat mbaresa për emrat mashkullor si në greqisht. Edhe gjuha e vendasve indigjen, hylliroi, ka të njëjtat mbaresa. Kjo e ka shpëtuar të gjithëve. Përveç disa miqve të mi në TikTok, kur bisedojmë në mënyrë të drejtë për drejtë, ma kanë sugjeruar, po shiko, mos janë mbaresa të trashëguara këto. Sepse janë edhe në gjuhën sanskrite të lashtë janë gjetur, edhe në gjuhën hitite, pra nuk janë pronë e gjuhës greke. Tani, nëse doni ju të kthehemi tek gjuha hyllyre e lashtë, pellazge, do t'i thonit kalit të Trojës Damnos, ashtu i thonin ata. Pra nuk është greke, po të kthesh te gjuha hyllyre,
pa dashje ti bën dëm shqipes. I bën dëm. Du të flasësh greqishtën e lashtë, praktikisht. Dhe kjo vërtetohet pikërisht me qytetin Nikaja, do thot fitoria. Emri i këtij qyteti është vendosur shumë vonë. Pra është vendosur në shekullin e 4 para Erson, përpara se sa trupat maqedone të shkojnë në Persi, ata pushtojnë Ilirinë. Ndryshojnë emrin e Durrësit nga Epidamnos, kali i mallkuar i Trojës, në Dys Rahion, që është Durrës sot, do të thotë shkëmb i zhveshur. Kjo është në shqip, Rahi, tokë e zhveshur, një lloj si në greqisht. Në fakt, ky emër asnjanës, Rahion, në gjuhën greke është bërë emër mashkullor në shqip, Rahi dhe Rahu. Por është Rahion në origjinal. Pra hylliroj kanë folur dialekt të ngjashëm me grekët, pra nëse ju doni të shkojmë tek rrënjët tona, do t'i themi Durrësit dy Rahion ose Epidamnos. Zgjidhe merr, një nga dyja. Qyteti Nikaja, sipas vetë autorëve helen, nuk është emër origjinal i fisëve indigjene, gjuhë të cilëve ishte shumë e ngjashme me gjuhën greke. Ky është problemi. Pra, populli para grek në një farë mënyrë është grek. Është popull indo-europian dhe nuk dallohet nga gjuha greke. Flasin pothuajse të njëjtën gjuhë, të trashëguar. Tani do të tregojnë se si ka mbijetuar gjuha shqipe, si është e mundur një gjë e tillë. Grekët pa dashje kanë mbrojtur gjuhën shqipe. Ato thonë që emri Nikaja është emri i vonë. Është emri i gruas së generalit të Aleksandrit të Madh, Lysimachos. Emri i gruas së tij. Dhe kudo që shkoi perandoria në Maqedone, ngriti qytete me këtë emër. Grekët dhe pastaj maqedonët që imitonin grekët dhe kulturën e tyre, gjithmonë ngrinin qytete motra. Është një diçka specifike greke dhe hyllire dhe maqedone. Për shembull, romakët nuk kanë ngritur Romë të dytë. Në fakt, grekët e ngritën Romën e dytë dhe ilirët në Bizant. Edhe e quanin veten Romeikos ose Romei, Romak. Është qesharake. Ky nuk është qytet romak, është qytet i ngritur nga ilirët. Pra ilirët, maqedonët dhe grekët ngrinin qytete motra. Nuk ka asnjë qytet tjetër që quhet Rom. Vetëm pikërisht qyteti i madh i Bizantit. Edhe veten ata quhen Romei, jo grek. Por flisin greqisht. Ky është gjithë problemi që ne ngatrojmë emrat me gjuhën. Emri s'ka rëndësi, mund të quhesh Lezhjan, Lisjatan, Drilon, çfarë dush ti, po ç'rëndësi ka emri? Ka rëndësi gjuha që flet, dhe gjuha e hylliroj, pra shumë e ngjashme me greqishtën. Nëse ne duhet të flasim gjuhën pellazge, për fat keq, ne do t'i bënim dëm shqipes, do të flasim greqishtën e lashtë. Pra emri Nikaja do thot gruaja e Lysimachos. Dim ditën kur është vendosur ky emrin, datën. Dhe kemi këtë nga autorë të ndryshëm grek, që të gjithë thonë është emër i ri, po cili ishte emri i vjetër? E pra, dallohet shumë qartë. Emri i vjetër dallohet në këtë mënyrë. Në Hiliri, popullsia vendase që është e Prygase ose Bregasit, siç i themi ne sot, banorët e Bregut. Këta Prygasit ngrej një koloni në Bithynia, në Azinë e vogël, vendosen atje, nga Iliria, shekulli 8 para Erson. Dhe vendi i tyre atje, dëgjoni me kujdes, quhet Botion me 2 t. Është fjala bota në shqip. Kjo fjalë është gjetur në gjuhën sanskrite me kuptimin qenie që ekziston. Është gjetur në gjuhën e Avestanit, e ngjashme me shqipen, gjuha perse e vjetër. Edhe atje do thot qenie e banesës. Është bërë dhe kuptimi i fjalës banes, ku banon qenia brenda,
Në gjuhën shqipe mori kuptimin e botës. Por në gjuhën e banorëve në Bithynia, emri Botion, që është emër në asnjanës në greqisht. Pra, edhe gjuha prygase përdor të njëjtat mbaresa si gjuha greke. Kjo është e gjitha. Botion është emër asnjanës në greqisht edhe në gjuhën e prygasve. Praktikisht është e njëjta gjuhë, por me fjalë të ndryshme. Pra një grek nuk kupton gjuhën prygase nën të shqipes, gjuhën indigjene. Mi po grekët e regjistrojnë, siç regjistronin çdo gjë, dhe thonë që nga emri Botion, që do thot botë e vogël, është emër për këdhelës, në gjuhën prygase, si në shqip, edhe në gjuhën e Avestanit, edhe në gjuhën e Indisë së Vjetër, bëhet emri Nikaja nga gjeneralet Maqedon. Pra është emri Nikaja. Po gjë më e bukur është se nga Nikaja e Shqipërisë është përhapur ky emër kudo në Azi. Edhe emri Nikaja në Shqipëri ka patur emrin Botia, nga dim në këtë. I njëjti emër është gjetur në Maqedoni, nga Thukididi dhe nga Polybius, dy burime të sigurta. Edhe nga shënimet epigrafike. Jo vetëm kaq, por është emër abstrakt, do të thënë, siç i themin e bota, ata Maqedonët i thonin Botia. Pra shqiptarët Maqedon, mos qani tani, janë popullsia indigjene, nuk ka rëndësi, s'kishte emër, quheti Pellazge, Lezhiatane, Drilone, si duash ti. Fjalë të pista greke janë që të gjitha. Por emri që ata përdorin vetë është emri bukur, është Botia, do të thot qenia, banimi, aty ku banojnë qeniet mbi natyrore. Pra këta indigjenët nuk kishin zota, siç e kam thënë unë, ose kishin shpirtra, i quhenin Botia. Edhe janë këto në gjuhën sanskrite, janë dhe në gjuhën avestane. Pra ne nuk arritëm dot të krijojmë tempuj, nuk arritëm dot të krijojmë zota të mirëfillta, por shpirtra, kjo është shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme. Pra ne nuk kemi patur zota në kuptimin si grekët, Apollo, Zeusi, Afrodita, që ato e thonin Aproditi, dhe jo Afrodita, siç themi ne. Është fjalë greke, vjen nga fjala sperm, apros. Sperma e Uranusit. Kur ja pren atij topet, i doli sperma dhe gjaku, edhe prandaj doli Aprodita, prendia e spermës. Pra nuk është shqip. Edhe Nikaja nuk është shqip. Tani grekët duan ta pushtojnë Shqipërinë. Shiko çfarë çmendurie. Ky është emër i gruas së një ushtari Maqedon, jo grek, i cili zgjedh fjalën Nikaja, fitore, nga që ishte i çmendur mbas Iliadës dhe Odiseas. Kjo është sëmundje psiqike e romakëve, maqedonëve, ilirëve, popullsisë indigjene prygase, të gjithë u marrosën mbas Iliadës dhe Odiseas. U marrosën, kjo s'ka ndodhur në asnjë kulturë të botës që të pushtohesh nga dy libra. Iliada dhe Odisea, ne jemi pushtuar nga libra, jo nga njerëz. Ne me dëshirë, me pasion, merrnim çdo emër grek dhe e vendosim aty si idiot që ishim. Madje fjalë shumë të pista, shumë të ndyra, ne si dinim edhe sot e kësaj dite janë zbuluar se çfarë janë. Për shembull Drilon, ai është Driloni, emri i Drinit, ujin e të cilit e pim edhe sot e kësaj dite dhe na bëf të mirë. Pra, neve nuk kemi të vetmit. Kjo quhet sëmundja e lopës. Sëmundja e lopës, së çmendur, ju ka rënë romakëve, që kanë ngritur 3 qytete Dardania, pa e ditur fare që ishte perëndia e Mutit. Në greqisht. Pa e ditur. Ata kanë ngritur 3 qyteza të vogla, 2 në Kroaci, 1 në Serbi. Është një grua e bukur me gjerdan, e ngritur nga romakët, i faleshin, dhe romakët nuk e dinin që kjo ishte perëndia e kakës. Po ç'a të bëj unë tani? Pra gjithë bota ishte
fekalizuar nga fjalët greke. Është problem. Tani grekët duan që ta pushtojnë Shqipërinë dhe duhet na pushtojnë ne se ne rrotat e Drilonit kemi marrë emrin e gruas së generalit Maqedon dhe kemi bërë emër qyteti që t'ju bënim qefin atyre pisave që ishin të dashuruar me kulturën helene. E tani grekët duan ta pushtojnë Shqipërinë, merrni vesh ju. Me automatik, me avion, me tanke, me protesta para kryeministrisë, me zonat e mbrojtura. Ne po e vuajmë more edhe sot të kësaj dite sëmundjen e lopës. Në fakt, qytetërimi romak është zhdukur vetë. U helenizuan vetë romakët, po kjo është sëmundje, më është nuk ka ndodhur, më është i kapi romakët, maqedonët, na kapi dhe ne, i kapi prygasit. Në Azinë e vogël, prygasit vetë marrin perëndia fitores dhe heqin emrin origjinal Botion, që do të thot bota jonë e dashur. Po e shikon këtë bësh me njerëz të smur mendor. Është smundje mendore që ka rënë të gjithëve. Jo vetëm ne, maqedonëve, romakëve, ilirëve që ishin grek dhe popullsisë indigjene prygase që ishin në rrot drilonash, që janë dhe sot e kësaj dite. Po pse ndodhi kjo? Po s'ka patur një njeri nga Peshkopia, është hera e parë. Nga Peshkopia, që quhej Astraja në greqisht, perëndia e yllësisë. Kjo është emri i qytetit i lirë në Peshkopi është Astraja. Kjo është për të vrarë veten, domethënë. Që ta zbuloj një dibran këtë. Po ta thoje këtë gjë në Peshkopi, ty të lidhin kushërinë të tu me litar. Nuk do ta besonin, more. Kaq të çmendur jemi ne. Ne jemi njerëz të litarit, të hurit. Kaq të trash sa mbajmë emrin Drilon, emrin e organit mashkullor grek. Pra, banorët e Bythynias heqin emrin origjinal Botion, bota jonë e bukur, dhe vënë emrin e gruas së generalit Lysimakos, Nikaja. Njëjta gjë ndodhe në Maqedoni. Botia, emri botës, me 2 t. Nuk është emër grek, nuk ekziston si fjalë, as si pëllazge, nuk ekziston fare. Do thot qenie. Pra gjendet në gjuhën sanskrite, në gjuhën e Avestanit dhe në shqip. Gjuha e Avestanit është zhdukur, sot iranianët flasin gjuhë të arabizuar. Nuk ekziston kjo më. Gjuha sanskrite është prishur, është e vgjitëruar. Gjuha jon është ruajtur. Nuk e di se çfarë ka ndodhur, po kam përshtypjen që ne jemi viça. Ne jemi bitë lopës, ju a them unë. Kudo që shkonte lopa, shkonim dhe ne, mbas lopës. Një popull budalla shëtitës, i cili ndron emrin Botia, që do thot bota, bota jon, shkon dhe ndron me emrin e gruas së Aleksandrit, dhe generalit të tij, Lysimakos, Nikaja. Dhe kjo ndodhi jo më larg se shekulli 4 para erëson. Pastaj del një Neritan Ceka, një Marin Mema, një Eleni Kocaqi që thotë grekët janë shqiptarë, shqiptarët janë grek. Po thot mitoritari, thot ne jemi një popull, ta heqim kufirin me Greqinë. Po thot kryeministri shqiptar, ta shkatërrojmë postën kufitare me Greqinë dhe s'ka më në Sarandë, s'ka më në Dërmi. Greku s'ka nevojë fare që të na pushtoj. Na vjen, na pushton me turist, pa pushk. Në fakt, 4 nga 5 biznese në Shqipëri janë greke të pastra. Shtëpitë më të mëdha botuese janë greke, minoritare në Shqipëri. Hotelet janë me gjysmë pronar grek dhe shqiptar. Pastrueset greke në hotelet greke vijnë dhe bëhen zëvendës kryeministre në Shqipëri. Po ku ka më keq, ky është fundi i botës. E njëjta gjë ndodhi dhe me popullsinë indigjene. E njëjta gjë, i njëjti proces. Procesi i drilonizimit të kombit. Dhe çfarë kanë shpëtuar? Disa emra, Botia, bota. Disa fjalë shqipe aty këtu, kot, kanë shpëtuar. Pra, nga Botion, shkon dhe bën ti Nikaja edhe këtu,
edhe në Azinë e vogël. O shqiptar, o njeri pa emër, në Malsi, ata gruat lavire që ishin grua pa emër, nuk ja vinin emrin, ja hiqnin, e kishin për turp, kishin një motër kurv, dhe ja hiqnin emrin. Grua pa emër që është një lavire. Ne jemi një popull pa emër, sepse nuk na lanë në grekët, as të ngrem tempuj, as të zhvillojmë gjuhën tonë. Gjyshrit tanë, hylliroi, ishin grek, ishin pushtus. Ne i themi janë gjyshrit tanë. Deri këtu ka arritur ajo çmenduria. Po ç'të bëj unë? Me këtë flas, me këtë komunikoj, në çfarë lloj media doni ju që të dalun? TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Po ku të dal mo? Në përforume kam shkruar, përpara sa të dilte Facebooku, YouTube-i, po si anonim, po kisha frikë mo, nga shqiptarët kisha, se janë viça. Kokë viça, kur lind një shqiptar është merë. O gra shqiptare mo, si lind ajo kokë moj, si del gjitha e kokë, gjitha e kock, pa tru. Është shansi. Shumë i vogël, nga këto pak fjalë që kanë mbetur të trashëguara të gjuhës shqipe, është shansi që ju të ndryshoni, por duhet bashkoni me mua pra. Duhet bëhem popullor, filmat e mi duhet shpërndar. E keni për detyrë shtëpie, për detyrë patriotike të shpërndani librat e mi që janë falas në internet. Fjalori i gjuhëve indo-europiane është falas. Nga viti 2004 është tërhequr 19.000 herë nga studiues të huaj, nga shqiptarët 128 herë. Kaq. Pra, emri Nikaja sot në Shqipëri do të hequr, do të zhdukur si zonë mbrojtur, ka qenë kështjellë përpara sa ta përshtonin Maqedonët, sepse është vërtetuar me gur ciklopik. Pra, parahistorik, gur gjigant, gur të tillë janë gjetur në Kinë, janë gjetur gur të tillë në Amerikë, në Australi, ndërtime të tilla me gur ciklopik. Pra nuk është kështjellë greke, thjesht i kanë ndruar emrin dhe e thon vet ata. Nga Botia ja kanë bërë Nikaja. Ja, ta solla botën o shqiptar, ta solla unë sot. Thuaj faleminderit, shpërndaj këto filma dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.